Mbrëmjen e djeshme, në emisionin rubrika sportive, mungoi moderatorja Hygerta Sako, ndërsa programi u drejtua nga Kristo Thoma. Kjo mungesë e papritur u vu menjëherë nga ndjekësit, të cilët ngritën pikpyetje në rrjet lidhur me arsyeën e largimit të saj. Mësohet se arsyeja e largimit të Hygertës nga ekrani lidhet me faktin se ajo pritet të bëhet pjesë e formatit Big Brother VIP Kosova 4, si banore. Të njëjtin fat do të ketë edhe gazetarja tjetër e sportit, Sabina Meta. Ajo do të jetë pjesë e Big Brother Albania që nis në muajin tjetër. Mbrëmjen e djeshme, në emisionin rubrika sportive, mungoi moderatorja Hygerta Sako, ndërsa programi u drejtua nga Kristo Thoma. Kjo mungesë e papritur u vu menjëherë nga ndjekësit, të cilët ngritën pikpyetje në rrjet lidhur me arsyeën e largimit të saj. Mësohet se arsyeja e largimit të Hygertës nga ekrani lidhet me faktin se ajo pritet të bëhet pjesë e formatit Big Brother VIP Kosova 4, si banore. Të njëjtin fat do të ketë edhe gazetarja tjetër e sportit, Sabina Meta. Ajo do të jetë pjesë e Big Brother Albania që nis në muajin tjetër.